Vijojnë operacionet për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike në doza. Operacioni policor i koduar Moment vë në pranga një 53 vjeçar që u kap në flagrancë duke i shitur doza heroine një shtetasi në qytetin e Fierit. Procedohet penalisht blersi. Sekuestrohen doza heroine, një sasi kanabisi në trajt çokolate, peshore elektronike, krohër pistolet që i posedonte 53 vjeçari dhe shuma parash të dyshuara të përfituara nga veprimtaria e tij kriminale. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me seksionin e forcës së posaçme operacionale të DVP Fier, si rezultati veprimeve hetimore të kryera me metoda proaktive, finalizuan operacionin policor të koduar Moment, për goditjen e një rasti të veprimtarisë kriminale të shitjes së drogave të forta. Gjatë operacionit në lagjen Lirigero Fier, shërbimet e policisë kanë kapur në flagrancë shtetasin AM, duke i shitur lëndë narkotike heroin në doza shtetasit FD. Gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit AM dhe në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde të dyshuar narkotike heroin të ndarë në doza gati për shitje, një sasi lënde narkotike kanabis në trajt çokolate, një krahër pistolete, një peshore elektronike dhe shuma parash të dyshuara të përfituara nga shitja e lëndës narkotike. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua dhe automjeti që ky shtetas përdorte për këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrancë shtetasi AM 53 vjeç banues në Fier dhe nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin FD 37 vjeç banues në Patos. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.